Mirëmëngjesi, apo shpirti. Mirëmëngjesi njerëz. Nga një njeri së morë që I dhe me grykët. Si ka për të... Jam shumë së morë. Do të thë kështu për nisin vlog me së numër 21, së morë. E së morë. E së morë, po e së dhe ti do së morë, është pa përre. Saj, po së morë. Do të në gjithë Tu ka të doja të së morë, e vëzhe. Dërgobit. është shumë e sigur. Ne sa po dalim nga hoteli, edhe... Roundi numër 2. Lërë për ose I lijet. Njerëz nga Tivati, ne sapo kemi mbërritur në Tivat dhe jemi ullur që të pim kafe në mëngjesi. Bëm një xhiro dhe të shëtitoria. Tivati është shumë I bukur, është pak luksos, ka këto hotelet e bukura, këtë shëtitore në bus Porto Montenegro, janë edhe dyqanet e shtrenjta të markave, është shumë I bukur, është I pasur kudo. Mua më pëlqen shumë, që ose keni planet të vizitoni Budva ose ndoshta Kotori, nuk e di sa larg është nga Kotori, po si? Tivati është komplet I dhe nga Budva. Këto ka Tivati, është edhe dhe do të shëtisin dhe poshtë, është bukur. Edhe është shumë e bukur, komplet Tivati është shumë I bukur, kështu që nga Budva është shumë afër, është 40 minuta paka shumë gjysore, por thjesht është problem se në këtë periudhë ishin punime në rrugë edhe ne u vonuam pak më shumë, por gjithsesi ja vlen shumë ta vizitoni. Është më bukur se Budva. Nëse Budva dhe Kotori kanë thjesht atë Old Townin, qytetin e vjetër, Tivati është më luksoz, është tjetër nivel. Edhe kështu, pasi nga mëngjesin të hoteli, unë nisëm direkt për në Tivat, hoteli u treguan super të thjeshëm. Dje ju thashë kishim atë problemin e defektit që kishte me ngroje në ujë të pishinës, kështu ata të hotelit sot na ofruan, na kërkuan dje sërisht edhe na ofruan që të shndronim edhe një natë në hotel, pasi sot e kishin rregulluar dhe pjesa e pishinës dhe saunës ishte okay. Por ne nuk mund të rinim, ju e dini që mezi u shkëputëm për të lëvizur këto 2 ditë për të ndojtur një natë, se më shumë nuk ishte mundësi nga puna e Klajdi se unë me pushime jam. Dhe nuk shndronin dot, prapë të mgullën, na dha numrin e vet menaxheria, numrin e recepcionit, që herën tjetër tha që të vini në Budva, do keni një super discount. Nuk mund ta thoshte një natë falet, sepse mund të rastisin sezonin e verës, që janë super fluksi. Por gjithsesi tregon super të sjellshëm edhe pas mëngjesit, na sollën pancake si thoshin ata, po ishin krepa me Nutella dhe biskot. Thash u munduan që çdo gjë tjetër të ishte perfekte, na kanë ndetur në kokë për çdo gjë. Hoteli ishte Hotel Millennium, që ndodhet në Budva, shumë I mirë si hotel, pavarësisht këtyre gjërave që ndodhin, si për shembull defekti që ishte me ngroje në ujë të pishinës. Edhe dhomën e bën upgrade në një dhomë të mirë, që e kishim me vask brenda në dhomë, ne shijuam edhe pjesën e vaskës, kështu që thash çdo gjë tjetër ishte perfekte. Tani dorim edhe pak në Tivat, bëjmë një xhiro nga shëtitoria, e shijojmë pak se ka kohë shumë të mirë dje dhe është super qetë. Pavarësisht se te lokali që jemi ulur, te restoranti, kafe nuk na e kanë bërë shumë të mirë. Por okay, në fakt po shijojmë ditën. Shije se ka të keqe, po si e bër mirë nuk më pëlqeu as mua. Vazhdoj të jemi bllokuar njerëz, por po mundohem të shijoj kohën. Ne jemi nisur për të kthyer. Na vajti shumë larg tani që iram nga Tivati, na vajti 4 orë rrugë. 4 orë sa fare? 40
20 minuta ishte nga Budva në Tivat. Patëm në Tivat u kthyen prapë në Budva dhe tani po kthehemi për Tiranë, kështu na vajti pak gjatë kësaj here. Plus tash ato punime deri pas here në rrugë. Na kanë vonuar goxha, ka pas edhe pak trafik. Po okej, kemi edhe 3 orë ca rrugë. Është pak trafik, ka pas shumë trafik. Po pra. Tani ndaluar me një hipermarket që kishim rrugës. Për Red Bull. Bërë shumë nga bëjmë që morë patatinë. Se na e që reksi. Gjërë po mendonin të ndalonin që këmë Shkodër, sepse edhe ushqimi së është një që kushe di. Edhe ushqimi së është një që kushe di këtej. Njërës kemi ngecur në trafik, një trafik të meshën, se kaluan doganën e Oriqanit. Mirë këtë, po futëm dhe në një rrugë që në thoshte map si gjesme më shkurt për Shkodër. U vonuam aty një 10 minuta, sepse u futëm në disa rrugë fshati të ngushta, dolëm sipër, na thanë që aty nuk mund të kalonin se ishte rruga me punime, u kthyem sërish prapsht autostradës. Dhe tani është një rradhë e paparë që pa u futur në dogan. Po nisëm me fat në dogan nuk është se u vonuam më shumë, po tani është që nga të merr. Dhe nuk po ecim fare, jemi thjesht të ndaluar në vend, nuk e dim se çfarë po ndodh. Po ndam koka, e kam kështu dhimbje nga gripi, tani nuk e kam migrenën. Po ma hajt, po vdese për të ngrënë, nuk kemi ku të hamë këtu. Duhet kishim ngrënë më para. Tani ngelem realisht për ngrënë. Jemi në shtëpi, e vërteta është se u lodhën njerëz zakonisht shumë, të keni ide sa jemi vonuar, diku te 6 orë, na ka shkuar total rruga ose 6 orë e ca. Kemi mbritur super të lodhur, sa po kaluam doganën si që thash, kishte një super trafik i cili ka zgjatur 1 orë gjysmë, kemi lodhur jashtëzakonisht shumë, kemi ndaluar për të ngrënë diçka shumë të shpejt, në disa ishin rresht njëra pas tjetrës, disa restorante, furabuke, dyqane, nuk e di, ndaluam diku, morëm diçka të shpejt për të konsumuar, sepse po vdisim për të ngrënë, dhe kemi ardhur në shtëpi super të lodhur, kështu që kur kam ardhur, thjesht u ndrova, shkova një ujë trupit, bëra një dush të shpejt dhe jam ulur dhe thjesht po rria po shpërndesha, më zuri dhe koka normalisht, se gjitha ajo lodhje, gjitha i stresi trafikut, më konvertohet edhe kjo koke. Kështu që po shqetësohesha disa orë të mira, tani thash pa kamerën dhe po mbyll vlogun e ditës së sotme. Nesër nuk e besoj të xhiroj, kështu që besoj se jo nesër do ngeleni pa video. Do të merrem edhe pak me shtëpinë, ta mbledh pak ta rregulloj sepse nuk e marr këto 2 ditë. Gjithsesi, overall, udhëtimi i Budës dhe Tivatit ishte shumë i këndshëm. Nuk e morëm fare parasysh të ngarkesën që mund të kishte, sepse dje në dogan e spatëm as 10 minuta vonesë, kemi kaluar super shpejt, kështu që nuk ne mori mendja që do kishte sot në kthim, sepse dje shikonin që edhe ata që ktheheshin nuk kishte trafik, nuk kishte ngarkesë, që është shumë mirë. Por sa na thanë ata të zonës aty që ne pyetëm pasi kaluam doganën, na thanë që po kjo është çdo ditë, kështu ndodh çdo herë. Tham okej, nuk na kishte ndodhur. Por në përgjithësi e kaluam shumë mirë, ndoshta do kisha bërë mirë që hotelit e kisha rezervuar në Tivat, sepse Tivati është më i bukur, ka më shumë gjatëri. Se di, ndoshta herën tjetër, tani me kismet kur të shkojmë nga vera për pushimet e plazhit, ndoshta frekuentojmë më shumë Tivati. Gjithsesi janë afër bashkë me Budvën, do jenë përfunduar dhe rrugët që ishin me punime, kështu që besoj do ketë goxha më lehtësira se sa në periudhën që ishim tani. Nuk u shprallëm aq sa ç'do donim të shpralleshim, edhe pse ishte një afat shumë i shkurtër kohor, të kishim ndojë të dy ne ndoshta do ishte më pak e lodhshme, por e dini, kështu ishte mundësia. Sot gjithashtu fillon Big Brother, kështu që besoj atë do shoh deri vonë, thjesht duhet të heq pak edhe make-upin, të bëj skincare-in tim, edhe do ulem para televizorit, do shoh edhe disa nga vlogs të gocave që u ndjek që janë duke bërë vlogmas. Ndjek shumë Angelën edhe Elanën, motrat Akolli, më pëlqejnë shumë që të dyja. Bëjnë YouTube-in, për mua janë shumë të mira, YouTuber shumë të mira, bëjnë shumë bukur gjitha videot, kështu që kam ca ditë pa e parë, do ulem të shoh videot e tyre dhe pastaj të shoh Bikun. Kaq për sot, po flas pak me sot të ulës, se Kledi është trirë të shpëllet disa orë përpara se të shkojë në punë. Dhe ne do shihemi në vlogmasin e radhës, mos harroni të bëni subscribe, like videos, komentoni çfarë ju të keni dëshirë, që të rritemi sa më shumë këtu në YouTube. Mos harroni dhe notifications on për të lajmëruar direkt sa po hedh videot e reja. Lots of love, bye bye!